Redion, dhe për të ndruar pak temën e konfliktit, në 23 maj të 2024, një anije e quajtur Ursa Major, anija ruse, e nisur nga porti i Shënt Peterburgut, u fundos në Spanjë në detin Mesdhe, edhe pse ishte eskortuar nga dy anije ushtarake ruse, siç mund ta shohim, Ursa Major, ishte eskortuar nga dy anije ushtarake dhe mbi të gjitha, sipas një raporti të CNN, dyshohet se anija në fjalë transportonte 2 reaktorë bërthamor për nëndecët bërthamore dhe destinacioni i tyre kryesor ishte Korea e Veriut. Shumë zhurmë, faktikisht anijet ushtarake ruse nuk kanë lejuar anijet të tjera europiane, si ato daneze, si ato spanjolle të afrohen, kanë dhënë njoftime për mos të afruar dhe pasi është bërë dhe evakuimi një pjesë të bordit të anijes, anija shpërthyer brenda në thellësinë e detit për mos lënë asnjë gjurmë. Mund të kemi këtu një operacion të shërbimeve perëndimore apo një goditje me një armë që rusët nuk e kanë pritur? Unë do të thoja që të gjithë indikatorët na dëshmojnë që kjo mund të jetë e tillë. Pra, një operacion i mirë koordinuar nga vendet aleate për të sabotuar një operacion për proliferimin e teknologjisë bërthamore nga Rusia drejt vendeve të tjera që ishte Korea. Është tepër interesante po ta shikosh këtë rast me detaje, pasi anija kishte bërë disa ndalime në Shën Peterburg, kishte marrë disa vinçe, më pas ishte ndryshuar ekuipazhin në mënyrë që edhe ata të mos dinin se çfarë kishin në vetvete brenda tyre, edhe kapiteni nuk ishte në totalisht i qartë për çfarë transportonte, por dyshonte sipas deklaratës së tij që mund kishte reaktor bërthamor në të. Nga pamjet e analizuara me inteligjencë të komunikimit sot, është zbuluar që përmasa e këtyre kontenjerëve, pjesa më e madhe ishin bosh, pra të gjithë kontenjerët ishin bosh me përjashtim të 2 kontenjerëve që mund të banin këto reaktorë bërthamor. Duket që mund kishin eksaktësisht të njëjta përmasa për të përdorur kryesisht për nëndece të tipit rus, por që teknologji kjo e transferuar nga rusët drejt Koreanëve Veronëve. Është pritur derisa kjo anije të kalojë eksaktësisht në ujërat, le të themi, ndërkombëtar në detin Mesdhe, pra nuk është goditur as në ujërat e asnjë vendi në mënyrë që të shmangë një konflikt diplomatik. Dhe menjëherë pas shpërthimit ose pas rënies saj nxirret kjo sinjali SOS, bëhet shpëtimi i individëve. Rusia ka reaguar menjëherë për të tërhequr të gjithë ekuipazhin dhe menjëherë anijet ruse kanë arritur aty që kanë fundosur deri në 2500 metra thellësi për të zhdukur çdo lloj prove. Sigurisht kjo operacionet e shërbimet informative në përgjithësi nuk është se bëjnë deklarata mediatike kur bëjnë operacione të tilla, kështu që e vetmja gjë që ne kemi është informacioni i përgjithshëm dhe aftësia jon për të deduktuar këtë gjë. Lidhet shumë për të dyshuar faktikisht, pasi përpara se të fundosësh anije kishte pasur 2 shpërthime të njëpasnjëshme. Po. Gjë që është shumë e çuditshme për një anije transporti. Dhe më pas ka pasur edhe goditur dhe në fund. Fundosjen dhe shkatrimin tërësisht edhe të anijes, edhe pse ishte në fund të detit. Edhe pse ishte në fund të ujit, në fund të detit. Pra, gjë që dhe fakti që rusët kanë qëndruar aty për mbi një javë duke monitoruar dhe duke kontrolluar në ato thellësi, por mos lejuar asnjë anije tjetër, është e bën pak të dyshim. Gjithashtu nëse do të shohim edhe trajektorin që duhet të ndërmerrte kjo anije, ku njëra prej ndalesave ishte për furnizim në një port të Koresë së Veriut përpara se të përfundonte në Vladivostok, na bën të mendojmë pikërisht që kjo mund të ishte rasti i një ngarkese të reaktorëve bërthamor për të ndihmuar Korenë e Veriut. Dhe e dim këtë gjë sepse një vit më vonë nga ky incident, Korea e Veriut deklaron që ndërtoi nëndecën e saj të parë bërthamore të tipit rus. Sigurisht. Dhe një fakt tjetër është nga vendet perëndimore vijnë ky lajm, edhe pse miq, por në të njëjtën kohë edhe armiq. Në datat 10 dhe 11 maj, avionët të forcës ajrore austriake, Eurofighter, ngrihen në qiell për të interceptuar disa objekte ajrore, të cilët më pas rezultuan se ishin avion amerikan spiun. Avionët bëhet fjalë për U-28A Draco dhe PC-12, të cilët kapën hapësirën ajrore të Austrisë dhe nuk kishte bërë asnjë njoftim diplomatik përmes kanaleve diplomatike mes 2 shteteve që këta avion do kalonin pikërisht në Austri. U bë shoqërimi i tyre, ata u detyruan për të ulur për të fluturuar drejt Miniut, por kjo shkaktoi edhe një incident diplomatik. Kemi këtu një përplasje të re mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe
aleatëve të tyre të NATO-s, Bashkimit Evropian? Unë do ta karakterizoja këtë më shumë si një fërkim diplomatik se sa një divorc geostrategjik. Pra, marrëdhëniet midis NATO-s, aleatëve të ngushtë të NATO-s, siç është Austria duhet thënë nuk është pjesë e NATO-s, por dhe Austrisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë jashtëzakonisht të thella, të cilat janë konsoliduar dhe ndërtuar për një kohë shumë të gjatë. Sigurisht kur je një superfuqi, hubriteti, pra arroganca jote ndonjëherë çon që ose nevoja për të arritur një përfundim të shtynë her pas here që të mos i kalosh disa nga këto barrierat burokratike si të marrësh lejë për fluturime. Dhe mendoj se ky mund të ketë qenë edhe rasti. Ndoshta në rastin konkret, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë evidentuar një rast që nuk mund ta humbur për të mbledhur inteligjencë dhe sigurisht kjo ka rastisur në territorin e Austrisë. Nuk mendoj që kjo do të shfaqë skizma afatgjata ndërmjet marrëdhënieve me dy vendet, po sigurisht është një element i rëndësishëm që dëshmon më së shumti një problematikën e koordinimit dhe burokracinë mes këtyre të dyjave, aq sa e nxiti Amerikën që të veprojë në fillim dhe të marrë leje më pas. Dhe e dyta edhe mënyrën se si ndoshta Shtetet Bashkuara të Amerikës si superfuqi e shikon terrenin evropian ose pra që nuk i shikon në lartësinë e duhur disa nga këta aktorët më të vegjël për të kërkuar leje atyre.